Pak më tepër në ditën ndërkombëtare të radios flasim se qysh është me punu në radio, na i tregojmë pak ndoshta qysh është në televizion, edhe diskutojmë kështu për krejt 20 vite përvojë pune të arsimit. Mirëmëngjesi, mirë se na erdha. Mirëmëngjesi për ty edhe për gjithë shikues të Koavizionit, po shpresoj që e ka nisë këtë javë për së mbari edhe pse komunikacioni ditën e sotme ishte si mos ma keq. Fillimisht gjithë atyne që punojnë për radio, gjithë ata që kanë dashni radio ndu mja uru ditën ndërkombëtare të radios, edhe kolegëve të mi që ndoshta tash këto momente janë duke i pregadite edhe emisionet urime gjithëve juve që e keni pas edhe e keni dashni radion. Po, urime Arsem edhe juve me që nësonë nuk e theksova qysh në fillim, për ndryshe edhe unë jam rrit me radio, pavarësisht që e kom shiku Koavizionin edhe e kom adhuru si televizion, me gjithat edhe radion shumë e kom dasht, po të regon pak personalisht jo qysh ka qenë këto 20 vjetë përvoj pune, qysh janë, edhe qysh është me punu në radio, qka dalon ndërsta dhe pak edhe pri televizionit. Nëse menej qysh kom fillu edhe ku ka qenë dashnia e parë radios, ka qenë qysh në Radio Prishtinën, për arsye se në shpitem gjithmonë ka qenë një radio që ka qenë dez. Dhe ka qenë Hivzi Krasniqi, ndjeri Hivzi Krasniqi që zani tina gjithmonë më kalon bresa, dhe qysh prej para luftës, kam fillu për me imaginu vetën të punu me një radio, të folë me një radio dhe i munu me imitu. Me kalimin e kohës, u merë mundësia për me punu me një radio. Kam fillu shumë herët, pa imbush 18 vjetë, dhe deri tashtë. Ka qenë knatësi shumë e madhe, edhe vazhdo me qenë knatësi e madhe. Unë shumë shpesh edhe në emision, edhe në për intervista, kër më ka ra me i dhonë, saj përket radios gjithmonë, këmë thonë që radio nuk është punë, radio është dashni. Nëse se ke dashni, atëherë është ma mirë me ndru profesion, se sa me bo atë punë. Për arsye se jemi në një vend ku të ndëgjohet vetëm zani edhe zhvillohet imagjinata. Edhe pse kohëve të fundit nuk përna lajnë për me ndëgju vetëm zani. Na kanë plasu edhe neve qoftë rjetët sociale, vërtet qoftë rjetët sociale, qoftë edhe tashtë emisionin që ne zhvillojmë ka disa vite që bashkëpunojmë me Koavizionin prej 4 deri në 5, pastaj pjesën e dytë e zhvillojmë vetëm radio. Edhe tash përna njojnë, po ka qenë ndoshta knatësi shumë e madhe kur ne kemi qenë me një lokal edhe dikush për me zonit është afru edhe të ka thonë më falë, a jeti arsimi këti emisionit. Tash është ma letë, se përna shofin, edhe tash përna thojnë a i arsimi edhe i Koavizionit, kështu që është hapë këj bashkëpunimi. Knatësi kjo, po zakonisht qka janë edhe komentet e tjera, se shpesh ndoshta për mes zëret, e paraftyrojmë edhe një ftyrë. E shojmë krejt një ftyrë tjetër, edhe në momentin unë kom pas edhe vetë përvoj, që kur më ka dalë pikrisht taj person për para, kom thonë imaginu që shto. Nuk jena krejt trash. Nuk jena krejt trash. Për ndryshe po, Arsem, po dukush pak ma ndryshe se në televizion, dërshta. Nuk jena krejt trash, jena pak ma dopë, se sa që menojnë. Televizionin a ishtë në 2-3 kilogram, të do është në arsetu edhe më vete. Ka pas komentet ndryshme, ka pas para një jave, një ndëgju si Glam Radios, që në ndjek qysh nga fillimi Glam Radios, se që asë njerë nuk ka pas mundësi për më na njoft. Ma dërgoj një foto në Viber edhe më tha për herë të parë pjusha live edhe isha të e udheq emisionin drejt për drejt edhe i thash të lutna, spjegom a është ma keq se që e ke prit a ma mirë tha jo, befasova për të mirë. Po ka pasë prej atyne rasteve që na kanë thonë eja, ti jeja, po zoni na ka bo për me qenë ma të mirë dhe ma të afërt për me ndëgjust këtë rast. Kështu që ka pasë komentet ndryshme. Ka pasë prej komenteve shumë të mira, po ka pasë prej komenteve që ndoshta nuk i kemi prit, po si dhe që tjetë jemi mësu për me i marë. Po, emisionet cilat i ke udheq, dhe i ke moderu, i ke shëqëru njerëzit, qoftë në makina, qoftë në shtëpit të tyre, që se edhe kam pas radio ju kanë dëgju, kanë qenë të ndryshme. Po tash ka pas raste kur edhe jeni shfaq në televizion, edhe jo tash në Koavizion, po e kuptojnë, po nga trego pak rahatin që shka qenë kur s'ka pas kamerë dhe s'kemi mujt me të po, edhe tash qysh po duket. Apo do të ndoshta përgaditje tjetër me ta thom një sen, prej se kum fillu me Koavizionin i kum hup 10 kila. Kjo të regon se sa ka qenë dhe ati për para, për arsye se s'ke pas nevoj për me u mendu se si ke me u duk, për me u pregadit para prakisht, po gjithmonë... Ana pas ke po hojre. Po, e vërtet është. Po gjithmonë jemi fut në studia ashtu si shkem qenë gjatë të nditës, ka pas raste kur ka mu dhesh një emision të natës, edhe
kanë qenë koordinat e nxehta, më thonë kemi shku me shortse në studio, jemi shtri në studio, kemi afru mikrofonin edhe kemi vazhdu me emision. Ndoshta ndëgjuesi ka menu që na kena qenë serios para tavolinës edhe jena pregadit, jena vesh miri, kena regullu flakt, kena bo grem, po që ka qenë e kundërta. Më thonë, ashtu që kem qenë në shpe, vetëm jem fut makinë edhe drejt në studio dhe kam vazhdu tutje. Normal që unë mendoj që për para ka qenë radio pak ma kolektive, është ndëgju me familje, tash radio është shumë intime. Se cili ka mundësi për me të pas me vete, ki mundësi me ndëgju radion të hecë për mes aplikacioneve të ndryshme, ki mundësi me ndëgju në vetur, kur tje ke mundësi me ndëgju në dhomën e fjetjes, kur jetë të dash me u fut në gjëm, më thonë se dësh radio shumë intime. Dhe shpesh thonë prej asaj na ndëgjues të ndëruar, tash t'i thujna ndëgjuesi ndëruar, i drejtohem një personit. është shumë intime. Edhe për mu ka qenë shumë a mirë kur ka qenë radio e tillë, kur ka qenë radio intime. Edhe pse po vazhdon me u dash radio, të e paramendu se sa janë zhvillu mediat, qofshin përmes YouTube-it, përmes portaleve të ndryshme, prapë se prapë radio po vazhdon me i rezistu kohës. Kjo është e mira, është pa dhe në pandemi që ka pas ngritje të jashtëzakonshme radio, pasi që njerëzit kanë qenë thuaj se cilin në grupet e vogla edhe e kanë përcjell ose e kanë pas me veti radion ma shumë. Edhe temat që i diskutoni janë të ndryshme, edhe në Drive Me Crazy, por edhe në emisionet të tjera cilat i keni pas edhe i keni udhëheq, mesazhet janë po ashtu të ndryshme, thirrjet, telefonata keni shumë, tash po m'duket që edhe jeni familiarizu me shumicën prej telefonuzve që i keni. Na trego pak ndona një pjesë, një temë që ka qenë shumë interesante, ke marrë komente, ose ke dëgju histori interesante, se di që në momentin kur thrasin, vazhdojnë edhe dëshirojnë me tregu deri në detaje diçka, po që në të njëherë është e pa mundur. Tash me u mundu me ndonë një teme, kom shumë problem, pasi që emisioni unë është prej të hanës deri të premten dhe ka shumë temat të ndryshme, por ka momente kur ndëgjuesit i ndojnë edhe ato, duke u mundu me met anonim, i ndojnë edhe momentet ma intime tyne. Tregojnë për histori, cilat ndoshta nuk ishin mendu me ndo asë njëherë në asë një medium. Arsyeja është pse, pra po thomë shumë intime dhe nuk i nevoj me tregu emrin për me ndo një histori. Ka qenë një histori para një viti e një vajzës që tregon se si motra e vet i kanë ndihmu që kjo për me u bo non, e që nuk besoj që ajo kish mujt me tregu me një media për me dal para kamerës, e kish pas pak ma vështirë, po për mes telefonit me radio e kish pas shumë ma letë. Sa i përket ndëgjuesve, tash po thëmë prej se kem fillu edhe me Koavizionin edhe shikuzve që na përcjellin diaspor që janë të shumët, sa arë vinë lypin për me u taku, edhe ne mundohemi me nda kohën për me u taku me ta, edhe shumë shpesh edhe neve na vjen befasi, arsyeja është se as na nuk i shofim ata, edhe kur i shofim për herë të parë edhe na e japim ndonjë një koment, e që kjo verë që e kena lënë pas ka qenë thuaj se çdo javë me takime me ta, her pas here të mundu me nda kohë për me i taku, edhe me marë pak edhe një farë feedbacku prej tyne se qysh po e shohin emisionin. Knaci kjo, me pas dëshirë edhe të tjerët që një kohë të pushimit tëra me nda me juve, qoftë një kafe me pi. Knaci shumë e madhe. Ndoshta si frymëzim ose motivem, kur e din që një pjesë ditës po e knaqni, dikon edhe pak po e relaksoni pas një punë qoftë lodhshme, që se kam pas një ditë të lodhshme. Shumë e vërtet, herën e fundit që patëm një zoj që ka qenë nga Gjermania dhe që i kish pas veç një javë kohë dhe kish pas angazhimet shumëta me dokumente në Kosovë për ati edhe e kishë ndani ditë për me orë me na po neve edhe që është për me e vlerësu shumë edhe që o knatësi shumë e madhe kur edhe ata vina vizitojnë e dojnë me na taku neve. Që ka përdojnë Mërgita e Fjona? Mërgita dhe Fjona, jo vish përdu mi tregu se para një jave ishin në pjesën e parë programit mëngjesit edhe kur erë në studio tha nuk të kena thirë ty, vish për ju tregoj që më pjavë këthej sot. Për ndryshe janë dy koleget mrekullueshme, janë kolegët e mija të eshti këtu edhe Gentin me cilat kem debatët ma tash për ta soj përket emisionit në kuptimin e mirë të fjallës, po që definitivisht pa njani tjetrin jemi të mangët. Nëse nuk jemi me njani tjetrin e një mungesën shumë,
Është e rëndësishme dhe ajo kimia me dyqyshme? Kem fillu zbashku në Glam Radio, kem fillu prej ditës parë, zbashku edhe Mërgita dhe Fiona, jom bashku Glam Radios prej ditës parë, edhe nuk kisha me mujt me paramendu ndoshta për me marrë emisionin, për me udheq emisionin vetë në ato kohë, kur kemi raste që nuk mundemi me qenë emision, definitivisht edhe ne e një mungesën e tyne për të njëjtën kohë, edhe shikust, edhe ndëgjust, me njerë pysin se që ka ndodhë, kjo është pëse sështë. I kom vrinë shumë të nërkuse, po e për cilë edhe në emisionin. Falimderit. Po e shë që, ose ndo njëherë nga trojnë Mërgitën edhe Fionën, cila ketë cila. Binake. Jo nuk jom rë binake, se për thëmë për hirtë parë, sa atje e thëmë gjithmonë se si të vesin, ajo në motra në thëmë jom binake. Me i pa, do më thonë, jetën e përditshme, ndoshta, për mu nuk përngjojnë fare, po në televizion po që po përngjojnë edhe javë kem lanë që jam binake. Emisioni po shkon shumë mirë, shpresum që ka me vazhdu edhe kështo, edhe me i knaqe edhe shikuesit edhe dëgjuesit, po nuk ka qenë çdo herë kjo orari njëjtë në cilën ke udhëheq një emision, po ashtu ke punu edhe në vendet të tjera. Unë kam fillu me një emision të natës, që... Dalona pak qëto të natës. Për mu emisionet e natës jenë specialiteti jam, për arsye se unë jam mësu për me udheq show programe, edhe për me u fut pa skenar, pa letra, me një temë caktume, e që atë emision kër e kemi udheq, as teme nuk e kemi pas e kam përzgjedhë në dëgjuesit. Këm punu në një emision rë një pak pa gjumë është tirë që ka qenë për vite si emisioni majnë dëgjumë në Kosovë në radio, ka qenë gjdo qëtune prej orës 11 deri në ora 2, që shumë shpesh në ka gjithë deri në ora 3-4 të udheq atë emision. Pastaj prej ati emisionit natës kam fillu prap me një emision të natës tjetër, kam vazhdu me qenë bashkautor në një emision të paraditës, që pastaj kur fillum në Glam Radio, kur është bo këj projekt, me është caktu orari për me qenë prej 4 dhe në 6. Për mu ka qenë pak ma e vështirë, sepse unë jam aktiv gjatë të në ditës në radio, se përveç se udheqi një emision, unë e kam përgjithsi edhe pjesën teknike të radios, ajo është specialiteti jam radio, edhe ka qenë pak e vështirë pasi që gjatë të ditës të je aktiv edhe në ora 4 kur ti dush me përfundu orarin e punës ti du të me posat energjinë atomin e fundit me shfridzu për me majt një emision. Tu e di që në atë kohë shumica atyne që punojnë që përfundojnë orarin e punës dhe janë të ljothë edhe ti me hi ljothë atër nuk bën heq, kështu që du të me pas atomin e fundit për me dhonë edhe mju ep një energjit mirë. Është kohë shumë e vështirë për me umajt prej 4 dhe në 6, për mu është koha ma e vështirë. Emisioni i mëngjesit për mu gjithmonë ka qenë shumë i mirë se qosh e ki energjin e njës ditën, është ndoshta ma vështirë për me u zhru mëngjes, po është ma letë si pun për me u bo, emisioni që mas shumë t'jëm flenë në zemër dhe që një mas mirë t'i ka qenë gjithmonë programet e natës. Programet e natës janë tjarë zakonshme, edhe pse kove të fundit ndoshta nuk po dëgjohën atë shumë, edhe ka fillu radio me unë dëgju paradite, me unë dëgju gjatë ditës. Po flejna ma herët. Për ata të cilë, me qënë se sot është dita ndërkombëtare e radios, edhe për ata personat cilët e adhurojnë radio, nëse ka gazetarë të cilët pretendojnë, e kemi edhe një surpriz, me qënë se në tash e kemi në ekran, mirë mëngjesi, që dikush tjetër që së është person shumë i mëngjesi të nduket. Mirë mëngjesi, Fiona, për ty, sa arsimin ka ardhë këtu që me ja u këthy juve, me qënë se nuk e keni ftu në emisionin chatrum. Nuk lojnë vetë. I kom të regu që ka gjelëzu i koordinati, po se ka pranu heq. Që e faktet. Ure veç i ram javë këthy këtë farpune, po nejse. A e një bogati për emision sot, të regëna, a e keni mendu temën a jo, a është ende herët me të pytë. Me qënë sa është në Fiona, ndështë është gjuhë dhe është të bo përgatitje ke tjera. është tala herët për temë, me gjithat mendimet janë nisim si t'i qelim sytë në mëngjes. Po e kemi në një grupë ku diskutojmë çdo ditë se çka kemi me bo, tek kemi me bo, kështu që aty vendosim mandej. Në rregull, me arsimin, a ke ndonjë koment për arsimin me qënë se kemi këtu në studio, qëfse edhe kemi kritiku, ose me thonë edhe na i fjallë mirë, është momenti tash ose heshtë për gjithmonë Fionë. Nuk kam tjetër shansa. Jo, me kritiku nuk vjen në konsiderim, dhe që kësha falenderu shumë për gjithë që ka bën për neve, për radion përgjithësi, është i mrekullueshëm. Faleminderit shumë Fionë për këtë lidhje që e ke pasë dhe urime dita e radios, shpresojmë që edhe kjo javë të shpërngare krejt vite e krejt muje.
E Faleminderit. uroj edhe timin për ditën e radios, sepse është njeri i radios edhe kam me gjithmonë. Faleminderit shumë, urime edhe ty ta bëj edhe live. Dua! Ju pafshim. Përshëndesim edhe Fionën tash për fund, me qënë se po ata dhe pyetjen e rëndësishme për ata të rinjtë cilët duan që t'i futën botës së radios. A duhet, s'duhet, çka duhet përgatiten, a me lexu ma tepër se duhet edhe me fol shumë, çka është një përgatitje që duhet patjetër me e bo? Duhet me dasht, pra po e thom ato dhe po vazhdoj me mbet pas asajna. E para duhet me pas dashni, jashtëzakonisht madhe, normal që duhet me lexu, sepse në radio senet spjegohen edhe njerëz të imagjinojnë përmes atij spjegimi që të jep, për dallim prej televizionit që mbulohet me pamje. A duhet me u kysh në radio? Normal që duhet me u kysh në radio. Sot teknologjia na ka mundësu që radio me u dëgju në krejt botën. Nuk do me thonë që jemi një frekuencë regionale ose nacionale brenda Kosovës. Sot glam radio në mund është me ndëgju ku dë që ka internet, edhe sot radio ndëgjuhet në krejt botën. Teknologjia dhe teknika ka avansuar shumë a letë që sot të njëjtën kohë ti me qenë moderator, po të njëjtën kohë dhe me udhëheq vetë emisionin, pa pas nevoj për me pas një teknik që shka qenë për para, edhe që mund është me kanë shumë ai suksesshëm. Jo që mendoni që duhet me bo gaztari, unë mendoj që duhet me kalu një herë për mes radios. Të paktën me pas një përvoj, një vjeqare në radio për me vazhdu gaztarin, sepse radio ta zhvillon imagjinatën, radio t'jep shumë mundësi. Unë mendoj që edhe pse pra po thojna ka hes teknologjia, është mediumi ma i shpejt në botë, vazhdon me mediumi ma i shpejt në botë për me edhon informatën. Për qëfar do rasti, të vynë vetëm një telefon edhe kur gja ma shumë për mes telefonit, kyqesh edhe e jep informatën. Kështu që të forcon edhe se cili që donë me u bo gazetar, se cili që donë me zhvillu këtë profesion, filloni për radios e vazhdoni ku dani. Arse faleminderit shumë për këtë bisedë këndshme, ndështë atë kemi zgju pak ma herët, se zakonisht nuk e din në ora sa zhuash. Dita jam fillon diku në ora 7-8 mëngjes, ku e marrë vajzën e dërgojnë kopsht, pini kafe në mëngjes, edhe në ora 9-10 minuta në jem gjithmonë radio, nga ora 9 deri në ora 6:30 jem gjithmonë aktiv në radio. Faleminderit ty për ftesën, faleminderit Kuavizionit, edhe për mundësin që ja ka dhonë Drive Me Crazy për me u pa, po shpresojmë që me u ndëgju edhe me u pa në emisionet tjera së bashku. Shpresojmë, urime edhe një herë, shpresojmë që të kalirë një ditë sa më të mirë. Faleminderit shumë.